Rruga Kot-Sevaster, 15 km e gjatë, është një tjetër investim i Fondit Shqiptar të Zhvillimit, i cili lidh komunat Kot dhe Sevaster, jo vetëm me njëra tjetrën, por edhe me qytetin e Vlorës. Kjo rrugë është financuar nga qeveria shqiptare dhe donatorë të tjerë. Në inaugurimin e fillimit të punimeve veçkreu të Fondit Shqiptar të Zhvillimit, Benet Beci, ishin prezente edhe nënkryetari i grupit parlamentar të Partisë Demokratike të Shqipërisë, Astrid Patozi, drejtori i përgjithshëm i Aluiznit, e njëherëzi kryetari i Partisë Demokratike të Vlorës, prefekti, drejtues e njësive vendore Sevaster, Kot, Armene, komuna të tjera përreth. Rruga e re do të ketë një gjerësi asfalti që varion nga 4.75 deri në 5.5 metër dhe 2 bankina nga 0.5 metër. Drejtori Bergj, Benet Beci, foli rreth projektit. Ne sot po fillojmë rikonstruksionin e plot të segmentit të rrugës Kot-Sevaster. Është një rrugë e gjatë prej 15 kilometrash, do të jetë me një gjerësi të asfaltit mesatarisht 5 metra dhe një kosisë do të ketë të gjithë veprat e domosdoshme të artit dhe të infrastrukturës domosdoshme për këtë segment. Rruga ka një impakt do thoya të shumëfisht, vjen një herë mbas përfundimit të segmentit të parë të saj nga Kalivaçi në Sevaster, është një rrugë 10 km që është pothuajse e përfunduar dhe së bashku me këtë rikonstruksion ne realizojmë një aks shumë të rëndësishëm që lidh autostradën Levan-Tepelen me lumin e Vlorës, duke i shërbyer kështu 12.000 banorëve të kësaj zone. Njëkohësisht do të kemi një pikë shumë interesante turistike, parkun arkeologjik të Amantias, që mund të jetë krejtësisht e vizitueshme, dhe për këtë mendoj që do të japë një zhvillim të gjithë zonës, të punësimit, të tregtisë dhe njëkohësisht të trafikut, duke bërë të mundur lidhjen e dy zonave të rëndësishme të Vlorës dhe të Tepelenës. Mëtej, kryetari i Partisë Demokratike të Vlorës, Ardi Kollozi, u shpreh se jam krenar që jam pjesë e këtij inaugurimi, pasi ky është një premtim i mbajtur i imi personal dhe i qeverisë shqiptare ndaj banorëve të këtyre zonave. Pranuam me shumë kënaqësi ftesën e bërë nga kryetari i komunës Sevaster, zoti Shameti, për të marrë pjesë në këtë ceremoni shumë të veçantë, shumë signifikative në inaugurimin e fillimit të punimeve të rrugës Sevasterit, Kot-Sevaster, një investim shumë i rëndësishëm, siç u tha këtu, për gjithë të trev, një investim i kërkuar prej kohësh dhe që vjen pikërisht tashmë materializohet, punimet kanë nisur dhe përfundimi i saj do të shërbejë banorëve të kësaj zone. Tregojmë edhe një herë vëmendjen, tregojmë vendosmërinë, tregojmë seriozitetin për të mbajtur premtimet, për të shërbyer qytetarëve kudo ku ndodhen dhe në një zonë të thellë siç është komuna e Sevasterit, dhe unë personalisht, si kryetari i Partisë Demokratike të Vlorës, shpreh kënaqësinë time të veçantë për këtë investim, sepse në fakt është një premtim edhe i imi që kësaj zone t'i realizojë ky investim, t'i ofrojë ky shërbim, dhe më vjen jashtëzakonisht mirë që pikërisht sot në një ditë shumë të veçantë për këtë zonë jemi këtu, inauguruam punimet dhe do të vim dhe kur të përfundojnë ato. Rruga do të jetë e pajisur me të gjitha elementet e nevojshëm të infrastrukturës, siç janë sinjalistika horizontale dhe vertikale, kanalizimet e ujrave të bardha, mure mbajtës, tombino dhe vepra të tjera arti, edhe për qytetin antik Amantia, i cili do të mund të rrisë edhe më tepër numrin e vizitorëve dhe të ardhurat në sektori turizmit. Kozjat e punimeve për rikonstruksionin e këtij segmenti rrugor është parashikuar 20 muaj.